ne kemi dhe kemi pasur një alternativë të qartë demokratike për këtë regjim të palishëm. Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit mund dhe do ta përmbushë këtë mandat dhe ka dekada të tëra që është përgatitur, ka hulumtuar, ka edukuar dhe ka praktikuar. Tani më lejoni të trajtoj një rrezik tjetër, iluzionin e alternativave të rreme. Disa përpiqen të ringjallin monarkitë e dështuara të së kaluarës. Riza Pahlavi paraqet veten si një udhëheqës të ardhshëm, por le të shqyrtojmë të ashtu quajturin plan të tij. Plani i tij është një plan për diktator. Se unë do ta kthej robërinë dhe do ta rikthej fatin e Iranit duke e rivendosur kështu thot Zoti. Ne dekretojmë dhe deklarojmë se sot fati i Iranit, sapo këta mullat të largohen nga detyra, do të rikthehet. Kjo do të jetë një gjë e fuqishme, e bukur. Sigurisht, askush më shumë se Mariam Rajavi, presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit. Rajavi prezantoi planin e saj për një Iran të lirë në vitin 2006, planin 10 pika. Don't be